Të dashur shqiptar, gjë më e bukur gjatë gjithë studimit tim për dialektet ilire të gjetura në Shqipëri është kjo. Është vërtetuar tashmë që të gjitha qytetet e lashta ilire ishin helene, por mbrojtja e vetme që i bëjnë arkeologët shqiptar kulturës son është që emrat janë shqiptar. Dhe një nga këto emra ilir është Skerdilajdi. Dhe ne përdorim shpesh si emër në Shqipëri, pa e ditur se çfarë është. Dhe tani, ky emër është ndarë në dy pjesë, Skerdion është në gjuhën helene, pjesa e parë, dhe pjesa e dytë, Lajdi, është Ladhion, gjithashtu në gjuhën helene, dhe ka kuptimin Doremajt, që ishte ana e keqe. Përdorej në lashtësi Doremajt për të fshirë të ndenjurat. Nuk është fjalë e mirë. Në gjuhën helene, kjo quhet Doremajt, ana e majt, dhe në një dialekt ilir, mesap, është bërë dhe toponim, Lejdion, Ledron, Ledri, nuk është në gjuhën shqipe, ka qenë në gjuhën mesape, dhe ne kujtojmë që gjuha mesape është gjuhë shqipe, nuk ka qenë gjuhë shqipe, ka qenë dialekt helen i folur në Mesenja, por jo greqisht, është një gjuhë ilire tjetër. Dhe sipas Hezikusit të Aleksandris, do të thotë ana e majt, ana e keqe, ka marrë kuptimin njëri nga, thot. Po një poet helen e merr këtë fjalë dhe nxjerr në kuptimin e kundërt. E merr me kuptimin i guximshëm, i paturpshëm, nga diçka e ndyrë dhe e keqe, diçka e guximshme, paturpshme, është eufemizëm, ka qenë sharje, laidros, në një nga këto dialektet mesape, pra ka kuptimin i paturpshëm, ka marrë dhe kuptimin mizor, ka marrë dhe kuptimin grykës, por kuptimi fillestar ka qenë dora e majt, pra dora e keqe, ajo që fshin të ndenjurat. Është bërë pjesë e toponimeve mesape të gjetura në Greqi praktikisht, në Peloponez, dhe mesapishtja është folur pranë Vlorës në Mesaplik, atje janë toponimet mesape, dhe janë gjetur toponimet mesape në jug të Italisë, atje janë zhvendosur dhe mesapët kanë patur shkrimin e tyre. Dhe gjenden emrat Ledrus, Lajdus, që ka kuptimin ana e majt, fjalë për fjalë. Pra është një lloj fjale helene, nuk është shqipe. Pra kur arkeologët shqiptarë thonë, mirë, gjuha ilire pas ka qenë helene, qytet-shtetet helene pas kanë ngritur kolonitë e tyre në Iliri, por emrat ilir ishin emra shqiptar, Skerdilajdi, fjalë për fjalë, do të thotë ai majti, ai i paturpshmi, mizori, gryksi, është sharje në një dialekt helen, dialektin mesap. Dhe dua që përfundimisht një herë për gjithmonë të hiqni dorë komplet nga ideja që ilirishtja ka qenë e lidhur me shqipen. Jo vetëm kaq, por në shumë leksionet perëndimit thuhet që shqiptarët kanë banuar mbithethin, duke menduar që shqiptarët janë bijtë e ilirëve, dhe ilirët kanë banuar në Malin e Zi, Kroaci, Bosnjë, një pjesë e Hungarisë. Rezulton që këto qytet-shtete janë që të gjitha qytet-shtete greke, grekët e veriut, dhe nuk janë shqiptar. Por dhe emrat e tyre janë grek, jo shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.